Radio Maria Kosovë. Një zëj krishter në shtëpinë tënde. Na dëgjoni në frekuencën 105.2 FM për rrafshin e Dugaxhinit, si dhe në frekuencën 107.4 FM për rrafshin e Kosovës. Po ashtu edhe në faqen tonë në internet www.radiomariakosove.org. Radio Maria Kosovë, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Qoftë vërtuar Jesu Krishti. Dashur vëllezër e motra, është gjithmonë një kënaqësi e veçantë me u kthy me ardhmë këtë vend këshitnore tek zoja Cernagore e me kërku prej saj mbështetjen edhe ndërgjegjësimin. Prandaj e falenderoj në fillim përzemërsisht familjarin e kësaj shëndrore, Nën Kris Gjergjit, që ma ka dhënë këtë mundësi e sonte me bashkëndarë meshën e shejt me juve e me kërku ndërgjegjësimin e saj. Përshëndes edhe gjithë vëllezërit meshtarë të pranishëm, motrat e nderit e secilin për jush. Është një pyetje që del për kësaj pjesë të ungjillit sot edhe e prek njeriu. Përse ne nuk mundem ta dëvojmë? Nëse e pak kapitull më përpara, Krishti u thot apostujve që ata ka nevojë me bë vepra shumë të mëdha. U jep pushtetin me dëbu shpirtrat e dytë, djaj, me bë mrekulli. Përse vjen një moment e nuk munden me e bë, me shpreh, me shpall atë pushtet të cilin u ka dhënë Zoti. Në një mënyrë apo tjetër është edhe pyetja e secilit prej nesh. Sa herë në jetë kemi provuar me ndryshu diçka, me ndihmu diçka, ne ka përcjellë vështirësi, me u liru nga një barë që e mbajmë në zemër. E në fund, e kemi kuptuar se forcat tona nuk mjaftojnë. Sa herë kemi pyet veten, pse s'po mundem me mri këtë gjallë, pse po nuk po ndryshojmë për gjallë jetën teme? Pse? Edhe pse mundohem gjitha mënyrat, kjo sfidë, apo vështirësi, apo vujtje, apo problem, çfarë do të qoftë ajo, vazhdon me mbet pjesë e jetës time. Pikërisht, në këto pyetje kaq njerëzore, Krishti sot na fton me zbulu se jo çdo gjallë mundet me umrri vetëm me forcat tona. Ka momente kur njeriu duhet me mësu, me u mbështet më pak në vetvete, e mi besu më shumë hyj. Pjesa e ungjillit të sotëm, në ungjillin sipas Mateut kapitullin 17, na tregon shërimin e një djali epileptik. Epilepsia, në kohën kur tregohet kjo ngjarje, konsiderohej një smundje e frikshme. E simptomat e saj shpesh lidheshin me pranimin ose pushtimin nga shpirtrat e këqij. Për këtë arsye, Krishti e urdhëron shpirtin me dalë përfundimisht nga djali, duke dëshmuar pushtetin e tij, edhe mbi krijimin, edhe mbi fuqinë e errësirës. Në këtë mënyrë, djali nuk është mosklav i të keqes, por e rifiton shëndetin e tij, trupit edhe të shpirtit. Kur pak më vonë, nxënësit e pyesin Krishtin për arsyeën e dështimit tyre, pse ne nuk mundem ta dëvojmë? Ai u dhënë duke rëndësi e lutjes edhe të një feje të palëkundur në Zotin. Besoj se secili prej nesh jemi të vetëdijshëm se gjatë ecjes tonë jetësore, shpirtërore, dyshimi edhe feja shpesh bashkëjetojnë brenda nesh. Por Krishti na kujton se forca e vetme por me impost fuqitë e të keqes është një fe e cila pastrohet e forcohet nëpërmjet lutjes. Mësimi më i madh që Krishti na jep sonte nëpërmjet shërimit të këtij djali është se prej secilit për nesh kërkon që të dorëzohemi plotësisht në duart e tij.
Sigur ta thashte se çdo ditë jemi thirrur të lëvizim edhe malet e zemrës tonë. Ato pengesa që ngrihen ndërmjet egoizmit tonë edhe vullnetit të hyjit. Përse ne nuk mundem ta dëmojmë? Kjo është pyetja që nxënësit ja drejtojnë Jezusit lidhur me djalin e Miletik, por në vërtet Krishti thash më herët ua kishte dhënë atyne forcën për me i dërgu shpirtrat e dytë, me i dërgu djalin. E sa e bukur do t'ishte me mujtë se cili prej nesh, me i shëru smundjet e trupit. Sa e bukur do t'ishte që se cili prej nesh, me mujtë me i shëru smundjet që qojnë drejt i vdekjet para koshme, apo që shkaktojnë edhe paftësi për hershme. Sa e bukur do t'ishte me mujtë me i shëru se cili, edhe plagët e smundjet e shpirtit. Ato paralizat brendshme që e bajnë njeriu të paftë për me dasht e me shërbim. Ato gjana që shkaktojnë kursimin e zemrës, që shkaktojnë ndarje e përqarje. Dëshprimin që jashtë njerit fytyrën, veset që e bëjnë atë skllav të mëkatit. Nëse pra Krishti na ka dhënë fuqi me i shëru gjitha këto plagë, pse atëherë nuk rrim me ema? Përgjigja është se na nevojitet shumë kohë. Për me shëru botë, për me shëru zemrën, ne krishterë duhet jemi burra e gratë fesë. Ka zinxhir që nuk mundem me u kput vetëm me fuqi njerëzore. Urrejtje të thella, veset radiosura, mungesë shprehëse e shumë gjëra tjera. Dhe njerëzit që kemi pranë gjenden situata shumë vështira. E ne dëshirojmë me ju ndihmu me vepra, me ndihma konkrete, me praninë dhe afërsinë tonë. Por shpesh vjen një çast kur e kuptojmë se nuk mundemi me pa më shumë. Sepse ajo për cilën ata kanë nevojë vërtet është veprimi i hirit të Zotit. Një dritë e veçantë, një prejtje zemrës, apo një kthim i thellë. Atëherë ajo që na mbetet është t'ua përcjellit një besim të thellë në hyj. E nëse është e mundur, lutemi së bashku me ta, që Zoti t'ua prek zemrën e t'ua shërbej plagët. Thoshte Papa Benedikti XVI. I krishteri është njeri i shpresës, sidomos përballë errësirës që shpesh e mbulon botën. Një errësirë që nuk vjen nga plani i hyjit, por nga zgjedhjet e gabuara të njerit. I krishteri, megjithatë di se fuqia e fesë mund t'i lëvizë malin, e Zoti mund ta ndriçojë edhe errësirën tonë më të thellë. Feja në Jezusin bën të mundur një përtritje të vazhdueshme në të mirë, e na jep aftësi për të dalë nga rëra thithse e mëkatit e për të filluar jetën tonë përsëri. Në fjalën e bërë njeri, është gjithmonë e mundur të arrijë identitetin e vërtetë të njeriu. Aty, ku njeriu zbulon se e ka marrë dashurinë e pafund të hyjit, e sa është i thirrur në bashkim personal me këtë. Kisha, vazhdon Papa, e cila prej Zotit dhe vetë ka marrë misionin për të ungjillëzuar, e di mirë se ungjilli drejtohet të gjithë njerëzve, e në mënyrë të veçantë brezave të rinj, për ta shuar atje për të vërtetën që secili e mban në zemrën e vet, e që shpesh errësohet nga gjërat e shumta që e mbushin jetën. Në këtë shqiptore, Zojës Sëragore për Letnicë, fjala e Krishtit mbi fe e merr edhe një domethënie më të veçantë. Sepse kur flasim për fe, nuk mundemi mos me drejtu shikimin tonë ka Maria, gruaja që i besoi Krishtit. Edhe atëherë kur nuk e kuptonte plotësisht rrugën që Zoti kishte përgatitur për të. Maria nuk i kishte gjitha përgjigjet. Nuk e dinte se çka do të sjellë ardhmja e saj, por kishte diçka shumë më të madhe. Kishte besim. Ja shërtorja e Zotit më ndodh si shteti. Me këtë kohë, Maria e ndërzoi hyjin jetën e vet. Ndoshta kjo është edhe një nga pyetjet që Ungjilli sot na drejton neve. A di me i besu Zotit edhe kur nuk i kuptojmë gjithë ato që ndodhin para nesh? A dim t'i themi po a di, edhe kur para nesh ngritet një mal që na duket i pamundur për t'u kapërcyer. Sot Ungjilli na paraqet një bark vuajtur, i cili bie në gjunjë para Krishtit edhe i thotë o Zot kim shirë për djalin tim. Sa shumë prindër, sa shumë nëna baballar kanë ardhur ndër vite edhe këtu në Letnicë,
duke mbajtur në zemër një të lutje. Ndoshta jo gjithmonë me të njëjtat fjalë, por me të njëjtën ndjenjë. O Zot, ki mëshirë për fëmijën tim, për familjen time e për shtëpinë time. E pikërisht këtu na pret Maria, nana që e njeh dhimbjen e çdo prindi. Ajo që qëndroi në ngryqin e birit vet, e di çfarë do të thotë me vujt për t'i kanë qenë. Zoja bekume nuk e largoi kryqin e Krishtit, por qëndroi pranë tij. Edhe neve nuk na premtohet asnjëherë një jetë pa kryqe, por na është dhënë siguria se në kryqin tonë nuk jemi vetë. Prandaj, kur nuk di ma çfarë të bëjmë, kur fjalët tona mbarojnë e forcat tona nuk mjaftojnë, Maria na mëson të qëndrojmë, të lutemi e të vazhdojmë të besojmë Ty. Jezusi sot na thotë se feja jonë mundet me I lëviz malet. Ndoshta Zoti nuk na kërkon të lëvizim malet prej gurë, por ato male që shpesh I kemi ngritur brenda zemrës tonë. Malin e krenarisë, malin e mosfaljes, malin e frikës, malin e urrejtjes, malin e dëshpërimit, malin e mëkatit që përsëritet, malin asaj plagët vjetër që nuk kam arrit kurrë me adresu hyj. Maria na tregon një rrugë tjetër. Jo një zemër të mbyllur, por zemër që hapet. Jo unë dua, por u bë vullnesa jote. Jo frikën që na paralizon, por besimin që na drejton pranë nurën tonë. Prandaj këtu, para zojës së letnicës, secili prej nesh mundet me pyet veten. Cili është mali që duhet me lëviz Zotin jetën time? Cilin mal e kom sjell sot me veten ka shejtore? E lutja jote nuk ka nevojë më ban e madhe edhe ndërlikuar. Mjafton me thënë, o Zot, shto fen time. O Mari, nana e Zotit, më mëso të besoj sikur se besove ti. Në fund, le t'ja besojmë zojës bekume gjitha ato mali që sot I bajmë në zemrën tonë. Shqetësimet, vujtjet, frikën, familjet tona e njerëz që I dojnë. Ti kërkojmë asaj që të përmbjellsojmë për ne pranëbirë të saj, e të na mësojmë edhe neve të besojmë edhe atëherë kur nuk shohim rrugëtarjen. Zoja Tremagore ndërmjetësoft për ne. E ajo na ndihmoft me forcu fen tonë e na mëson që themi çdo ditë Zotit me besim të plot, u baf vullnesa e tij. Amen. Qoftë lënduar Jezu Krishti.